inshallah taala dhe sot me një emër për emrave të Zotit Xhella Xhelaluhu, por se përpara kësaj një kujtim për veten time dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat që na dëgjojnë, është shumë e rëndësishme kjo temë për besimtarin, tema e emrave të Allahut dhe cilësive të Tij, për disa arsye. Më e rëndësishme është se ti njihesh me Zotin tënd. Njihesh më afër me Zotin tënd. Kush është Zoti jot? Shumë e rëndësishme që besimtari të di dhe të njohë Zotin e tij. Sepse ne besojmë se Zoti në Islam nuk është diçka abstrakte, por është diçka që ekziston me qëndësinë e tij që i përshtatet atij, ka emra dhe cilësitë e tij. Për këtë arsye njeriu besimtari në akiden e tij, në besimin e tij, gjëja e parë që duhet i kushtojë më rëndësi është mësoj emrat e Zotit Xhella Xhelal. Pa ta di se kush është Zoti që ti adhuron, kush është Zoti që kur e mëkaton ose kur e kundërshton. Pa duke e njohur një Zotin Xhella Xhelaluhu, sigurisht llogaritet dhe mendohet që njeriu të ndryshojë. Duke e njohur Zotin Xhella Xhelaluhu shtohet dashuria për të. Duke e njohur Zotin Xhella Xhelaluhu shtohet dashuria për të. Duke e njohur Zotin Xhella Xhelaluhu shtohet frika për ti. Duke e njohur Zotin Xhella Xhelaluhu do të thotë se je më afër halalit dhe më larg haramit. Duke e njohur Zotin Xhella Xhelaluhu do të thotë se me shpresën e Zotit ty do të përfshi hadithi i pejgamberit ose kur i mëson emrat e Allahut, i mbledh, i mëson, ti do të përfshi thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-janna. Allahu i lartë madhëruar ka 99 emra, pa nëse dikush i mbledh dhe i mëson dhe i praktikon dhe i jetëson në jetën e këtij 99 emra të Zotit Xhella Xhelaluhu, ky njeri do të jetë për banorëve të xhenetit. Allahu na bëj gjithë dhe për banorëve të xhenetit. Pa shumë e rëndësishme për besimtarin dhe për besimtarin që gjëja e parë që të ushqehet në akiden dhe në besimin e tij është njohja e Allahut Xhella Xhelaluhu. Sepse pa dyshim njohja e mirë e Zotit Xhella Xhelaluhu do të reflektoj në përsosjen e njeriu. Në përsosjen e njeriu. Emri i Zotit Xhella Xhelaluhu që do të qëndrojmë sot është një emër të dëgjuar të Zotit Xhella Xhelaluhu, emri i Zotit El Azim. Ky është emri i 15 për emrave të Zotit Xhella Xhelaluhu që ne kemi marrë dhe kemi trajtuar së bashku. El Azim. El Azim që do të thotë i madhëruari. El Azim që do të thotë i madhëruari. Ej Dhul Gjelali wal Azama që do të thotë pra i lartë madhëruari dhe i lartësuari. Se Zoti Xhella Xhelaluhu është i madhëruar. Çfarë kuptimi ka i madhëruar? Pa i madhëruar në vetveten e tij dhe i madhëruar në krijesat dhe për krijesave të tij. I madhëruar në vetveten e tij do të thotë se ai është i cilësuar ose të ndryshe i vetë cilësuar me çdo cilësi e cila është e përkryer dhe e përsosur. Çdo gjë që ka të bëjë me Zotin Xhella Xhelaluhu është madhështore. E përkryer, e përsosur. Të arrijë madhështinë e Zotit Xhella Xhelaluhu. Ka ndodhur që Zoti Xhella Xhelaluhu thotë në Kur'an: "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi." Ata nuk e madhëruan dhe nuk e njohën Allahu, nuk e madhëruan Zotin ashtu siç takonte Allahu ta madhëronin. Ndërkohë që toka do të jetë në grushtin e tij ditën e gjykimit, dhe qiejt do të jenë të palosura në dorën e tij.
Prandaj dhe kanë thënë i madhëruar është ai i cili ka tejkaluar të gjithë kufit. I madhëruari është ai i cili ka tejkaluar gjithë kufit. Pa kufit e krijesave, s'ka lidhje me krijesat e tij. Dhe se krijesat sado që të mundohen për ta njohur atë në një njohje reale të vërtet, e kanë pamundur të njohin realitetin dhe vërtetësinë lidhje dhe me Allahun Jalla Jalaluhu. Kështu që logjika, mendja e njeriut nuk mund të arrijë tek Zoti Jalla Jalaluhu. Sido që ti ta mendosh, sido që ti ta përfituosh, dije se Zoti është tjetër, sepse të menduarit tënd dhe logjika jonte është krijesë e cila nuk mund ta perceptojë dhe nuk mund ta arrijë atë që është jashtë hallës tij. Pa ti mund të perceptosh dhe mund të mendosh brenda krijesave, sepse ti je krijesë. Madje shumë gjëra ndërmjet krijesave ti nuk din të japësh dot koment as përgjigje. E kështu që ti nuk mund ta arrish të njohësh Zotin Jalla Jalalu ashtu siç është ai me kuptimin real të njohjes së tij subhanahu wa ta'ala. I madhëruar është ai që madhërimi i tij dhe lartmadhërimi i tij nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Madhëria e Zotit Jalla Jalalu është atill sa që të tëra krijesat sikur të mblidheshin bashkë për ta lartësuar dhe për ta vlerësuar nuk do të mundnin. Nëse vetë pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon pafuqinë e tij dhe dobësinë e tij për ta falendëruar Allahun ashtu siç takon Allahut për ta falendëruar, atë është halli për krijesat e tjera. Allahu i madhëruar është aq madhështor dhe aq i madhërishëm sa që ty ka dhënë në këtë botë që ti jeton disa argumente. Thot Zoti Jalla Jalaluhu në Kur'an: Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Allahu është ai i cili mban qiellin dhe tokën, që ato mos kenë deviacion, që ato mos bien, mos qënden, të qëndrojnë në këtë formë si që ne i shohim sot. E nëse Zoti ka gjykuar që ato të prishen, kur do t'i mbajë ato përveç Allahut Jalla Jalaluhu? Për të parë madhërinë e Zotit Jalla Jalaluhu, Zoti Jalla Jalaluhu ka dhënë disa shembuj në tokë. فالذات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنك shohin ata tek deveja si e kemi krijuar, tek malet si e kemi ngurlitur, tek toka si e kemi shtruar, dhe tek qielli si e kemi ngritur, përkujtohu Muhammed se ti nuk e gjë tjetër vetëm si një përkujtues. Zoti i Madh është i emërtuar me këtë emër, i madhëruari. Dhe ne njohim për krijesave që e madhërojnë vetë vetën e tyre, por se i madhëruari me të vërtet, i madhëruari me të vërtet është Allahu. Dhe i madhëruari i vërtet është Allahu. Ai që e meriton plotësisht këtë emër është Allahu, sepse madhëria e krijesave është madhëri e kufizuar. Mund të jetë madhëri tek një grup njerëzish, por sa është një i zakonshëm dhe normal për një grup tjetër njerëzish. Mund të jetë madhëri sa është gjallë dhe i madhëruar sa është gjallë,